Si do të ndiheshe nëse do të ishe I torturuar vetëm sepse beson në diçka? A do të qëndroje I fortë? Kjo është historia një njeriu që sfidoi dhimbjen dhe padrejtësinë dhe u bë një nga njerëzit më të nderuar në Islam. Bilal ibn Rabah ishte një skllav në Mekë. Pronari I tij, Umeja ibn Kalefi, e torturonte mizorisht, vetëm sepse Bilali besonte në Allahun e vetëm dhe në profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por Bilali nuk hoqi dorë. Edhe kur e shtrinin mbi rërë të nxehtë dhe I vendosnin një gur të madh mbi kraharor, ai nuk pushonte së thëni: "E hat, e hat." Një ditë, Ebu Bekri radiallahu e pa këtë padrejtësi dhe e bleu Bilalin nga skllavëria, duke I dhënë lirinë. Dhe pastaj, Allahu e ngriti atë në një pozitë të lartë. Bilali u bë ezanthirës I parë në Islam. Zëri I tij kumbonte në të gjithë Medinën, duke ftuar njerëzit në lutje, nga një skllav I torturuar në një nga njerëzit më të nderuar në histori. Islami nuk bën dallime mes njerëzve. Nuk ka rëndësi ngjyra, kombësia apo prejardhja. Rëndësi ka vetëm besimi dhe devotshmëria. Allahu e ngriti Bilalin nga errësira e skllavërisë në dritën e përjetshme. Apo ndjekim edhe ne këtë mesazh të Islamit?